në spektaklin tuaj, jemi këtu me Odeon. Në Odeon kanë folur gjithmonë në radhën e parë, në sheshin e fjalës së mire, këngës së bukur, që në pellazginë dhe ilirinë e vjetër, ata që kanë ditur, që kanë pas çfarë për të thënë e për të dhënë. Sonte vjen një e tillë në kuadër të akoma të fushatës për zgjedhje, e cila në realitet brenda këtë mundësive të saj ka thënë shumë çka, por vazhdon ta bëj këtë edhe në vazhdimsi. Ajo është profesoresh, është ekonomiste, është një grua e zonja, mos ta lëvdoj shumë se pastaj keni me thonë për çfarë, le të mbetet befasia për ju, për ne, për të gjithë, profesor doktor Fiknete Bejta. E Fiknete, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Kryeqyteti që s'ndalet. A bukur është kështu. Manhattani, gumzhin, është dinamik, e thojnë kryeqyteti që jeton 24 orë. Mirë, kryeqyteti që s'ndalet. A ky është slogani juaj këtë vitën? Po mendojmë që dominon. Po mendojmë që kryeqyteti s'ndalet sepse një qytet që nuk ndalet se jetuare, ai do të zhvillohet edhe prej sot dhe nesër mund të ndryshoj hap pas hapi. Prishtina përtej do të thotë që përtej atyre premtimeve, ky plani është që kemi të i kalu premtimin e vitit 2021. A është kjo fletushka juaj? Fletushka me punët e bëra dhe ato që presin të bën në vitet me punët e bëra dhe ato që presin? Vitet e ardhshme. Paski bosh shumë bukur, absolutisht, unë besoj që qytetarët veç e kanë, tash veç jemi ka funi, e kanë në dorë. Po, shumica e qytetarëve të Prishtinës veç e kanë marrë në dorë dhe e kanë trajtu. Edhe i kanë pasë, zakonisht kur bisedojmë, qa keni bon? Me po me të lanë me folë, kisa dush. Fillojnë me të sulmu me një herësiu se keni bo qëton. Po do t'i bëjmë në të ardhme, na? Në këtë fletush janë mbi 1000 projekte që janë zhvilluar dhe janë implementuar në Prishtinë, edhe shumë të tillë që janë proces. Do me thonë, veshin këto 4 vjet apo në mandatin e zotit Rama, kryetarit përparem Rama. Mbi 1000 projekte? Mbi 1000 projekte që janë zhvilluar në tërë komunën e Prishtinës. Infrastrukturë, arsim, shëndetësi, bujqësi, në tëra sferat e qytetit. I ke thani gjanë shumë të madhe shikuesit ton, 1000 projekte. Edhe qytetarit Kosovës, 1000 projekte. Ju jeni profesoresh, dhe më vjen shumë mirë, dhe kam dëshirë ta potencoj këtë, jeni profesor, doktor në lemin tua, jeni ekonomiste, po dhe një grua që garon politik. E tash, cila prej këtyre 3 ftyrave është me forta tek Fiknete Bejta? Të netja të njohin më shumë, Po. Unë mendoj që trijat e plotësojnë njëra tjetrën, dhe asnjëri profesioni imi tash kushtimisht po them, nuk mund të pat njëri tjetrin. Profesoresh ndina mirë sepse ka mësuar të dëgjoj dhe të respektoj mendimin ndryshe, por edhe të jap kontributin nëse ka argumente për të ndryshuar, ndërsa si politikane mendoj të jem racionale në vendimet që marr, ndërsa si ekonomiste marr vendime të drejta për të mirën e përbashkët. Me bazë shkencore, se qatë e ke vetë të kryte. Do me thonë që komplementojnë, e plotësojnë njëra tjetrën dhe po besoj që me japin fuqi edhe si grua në politikë, po edhe si politikane në vendimarrje. Nete, je dëshmu në këtë lëmi, sidomos në ansamblenë, nga zërat më të dëgjuar kështu, jo nga dëshira ime, të kam dëgjuar kështu në... Po, 2 mandate keni qenë, apo? Po, kjo është kandidatura për mandatin e 3. Është ambicia, përgjithësia, apo edhe pakinati që disa gjëra s'po bëhen si duhen, të ka shty të garosh edhe këtë herë? Jo, në mendoj nuk është asesi, nuk është inati, po është përgjithësia, sepse shpesher ne mundemi lirë shumë të kritikojmë për një punë të pa bërë në qytet, mirë po nuk jemi në gjendje me kontribu në mënyrë aktive për ta ndryshuar atë, por ose për ta realizuar një veprim të vogël që mund ta ndryshoj atë gjendje. Ndërsa unë kom pa që është më drejt dhe më rrugës që të jem aktivisht dhe të veproj, të ndërmarr masa për të ndryshuar atë realitet ose një gjendje që më pengon, një proces për ta ndryshuar gjendje realitet për të mirën e përbashkët ose për komunitetin ku jetoj.
Kjo mendoj që është një përgjithësi që në formë ma të ndryshme, dikush si qytetar aktiv, dikush si asambleiste, dikush si vendimmarrës në forma tjera mund të kontribuojmë duke bashkëpunuar për të mirën e qytetit. Po të kishte një slogan që përkufizon, që e përmbledh Fiknete Bejten, netën, si njeri dhe politikane, cili do t'ishte ai? Mendoj edhe kështu më gjykojnë që flas pak po punoj shumë. Dhe mendoj që puna nuk ka shumë nevojë të flitet për të, por rezultatet tregojnë me kohë dhe japin ato mendimet edhe feedbackun e duhur në jetën politike dhe në jetën e përditshme. Si është kështu të jesh politikane në Kosovë, në të njëjtën kohë je profesoresh, je aktiviste, a ja vlen barra që ranë? Mendoj që është sfidë, mirë po tash dikush ka vullnetin të mirët me të dyat, edhe si profesoresh, edhe si familjare, edhe si politikane, mendoj që si cila për se cilën mund të jetë e ndërlidhur dhe prandaj ja vlen, sepse nëse kemi një qytet ose një shoqëri më ndryshe, qoftë duke të kontribuar një copës në vendimarrjen e këtij qyteti, atëherë besoj që është një faturë e paguar mirë. Edhe ja ke dalë. Po, besoj që nëse do të kishit mundësinë ta ndryshoni një gjë vetme, në Prishtinë, brenda 5 muajve, cila do të ishte ajo? Po mendoj që infrastruktura në periferi është domosdoshme të ndryshoj, sepse janë për të mirën e qëndrueshme për një qytet të jetueshëm në të gjithë hapësirën e komunës Prishtinës, mirë po çka më bën përshtypje një ndryshim radikal dhe që do të ndikonte edhe në karrierën e grave është që do të ndërtoja më shumë çerdhe në mënyrë që të kemi gjithë përfshirje tek moshat 0 deri në 6 vjet, sepse po mendoj që gratë po pengohen të zhvillohen karrierë dhe të jenë të pavarura në këtë kohë, sepse po duhet të jenë të angazhuara për fëmijët e tyre, e mungesa e çerdheve ka penalizuar familjet edhe në kushtet e tyre, sepse ju e dini që kostoja e çerdheve private po është e papërballueshme, edhe pse zoti Rama e ka implementuar një zotim të tij për subvencionime e çerdheve me 70% në çerdheve private, mirë po kjo nuk mjafton. Jemi në zotimet e ardhshme që ta përfshijmë sa më shumë qytetin me çerdhe të reja, mirë po këtë nëse do të ishte në domenin tim, do të varej prej meje, do ta ndryshoja për 6 muaj të ardhshme që të kemi çerdhe në të gjithë qytetin e Prishtinës, në qoftë në zonat periferike dhe në qoftë ato qendrore. Se na gojën plotë kemi për barazie për kështu, po kur duhet me i shiku fëmin, mentaliteti që që do merr kohë për ta ndryshuar, gjithmonë sakrifikohet, edhe ligjin e kem diskriminues në këtë aspekt, sepse ligji i Leonisë në Kosovë nuk e parashe që edhe baballar të kenë atë pushimin e Leonisë, kurse që e kanë në perëndim. Prishtina shpesh shihet si qytet, është i goditur shumë, i lodhur nga politika. Si do ta bindjeni të ri, se jeni edhe profesoresh, keni punë me të ri me student, që nuk voton fare të besoj tek ju? Është e vështirë të bindet sot njëri, sepse është edhe kërkues në argumentim, mirë po unë do t'i thoja mos votoni profilin tim si politikane, po bindjen dhe idetë që i kam, idenë që përfaqësoj. Tek kjo më kapi, jo tek logot e partive ose numrat, po tek bindjet dhe idetë që i përfaqësoj edhe që i kam përfaqësuar në të vitet e kaluara. Edhe atë që përfaqësoj tek si vetë. Shumë flasin për Smart City, qytetin e mençur, por qytetarët duan Simplicity, ku me trotuare, me drita, me uje, si e shehti këtë kontrast? Unë mendoj që janë të ndërlidhura, edhe ndriçimi edhe kanalizimi dhe energjia elektrike nuk mund të bëjnë pa Smart City. Ju e dini që në këtë mandat jemi duke implementuar projektin e Smart City në një masë të madhe. Kemi digitalizim të shkollave, kemi kurrikul digjitale, tabela të mençura, pastaj disa informata që jipen për qytet, për informata të domosdoshme për qytetarët, mirë po është një fazë që është implementuar afërsisht deri në 30%, e 70% që është shumë e rëndësishme dhe që ka më dukt më shumë edhe ka më ndikuar në jetën e qytetarëve është
në mandatin e 4 vjeçar. Në këtë Smart City mendoj që ka të bëjë edhe me shembull itinerari i lëvizjeve të trafikut urban. Qytetarët e kanë shumë të lehtë edhe kur presin autobusin, sepse përmes teknologjisë informative mund të dinë sakt edhe sa vjen edhe stacionet edhe lëvizjet. Domethënë ka shumë prej tyre që janë domosdoshme, mirë po ne kemi edhe urgjencë këtë ndërtimin e infrastrukturës nëpër qytet. Edhe në fshatra normal, si vetëm në shtëpi. Se asnjëherë kur kemi fjalën për qytet nuk e përjashtojmë edhe pjesën rurale të Prishtinës. Është bëhet kjo numri fshatrave dhe emrat e fshatrave se sa I dim qoftë edhe pretendentët për kryetarë dhe si e përjeton faktin që shumë politikanë dalin para zgjedhjeve, po pas zgjedhjeve zhduken nga qyteti dhe po du me të ngacmu, çka ju garanton që do t'jeni ju ajo? Jo, ju garantoj që në bazë të asajt rezultatit që unë kam qenë e pranishme në teren, kam qenë komunikative me qytetarët dhe direkt e ndërlidhur përmes shasjeve me ta, besoj që edhe në 4 vitet e ardhshme nuk do të ndryshoj, sepse kjo shprehja e të vjetëve nuk besoj që do të ndryshoj dhe nuk do të pësoj ndryshime në 4 vitet e ardhshme, por mendoj përmirësume edhe më shumë, sepse konkurencën e ka me vetë vetën, edhe nuk jo me suksesshme nëse nesër nuk jo me mirë se dje. Sa I përket fshatrave, 42 fshatrat e Prishtinës janë shumë të rëndësishme për kompleksin që e përbëjnë Prishtinën. Unë po mendoj që Prishtina ka shumë fshatra të mira, vetëm duhet të zhvillohen. Ju e dini që në këto 4 vitet kemi zhvillu përmes donacioneve ndërkombëtare një master plan për turizmin, dhe mendojmë që fshatrat e Gollakut ta zhvillojmë këtë pjesë të turizmit. Vikendin e kaluar ishim në fshatin Shashkoc, që është një fshat I mendoj që I shkëputur nga qyteti I Prishtinës, por me një traditë dhe me një relief shumë të rëndësishëm për zhvillimin e turizmit. Mendoj që do të jetë I njëjtë sikur fshati Kukaj. Fshati Kukaj para një kohë ishte një fshat I harruar me një varfëri të madhe, por sot është fshati më turistik në Prishtinë dhe po mendoj edhe në Kosovë, sepse atje kanë arritur disa inovator ta ndërtojnë një festival tradicional që bëhet për çdo vjet në muajin Kush. Profesor Fadil Hysaj që duhet ta falenderojmë. Absolutisht. Dhe po mendojmë që secili fshat I Prishtinës mund ta ketë një specifik për zhvillimin e turizmit, sepse Prishtina mendoj që përveç jetës së natës që ka të mrekullueshme, mund të ndërtojë edhe pjesë tjera të turizmit, si skijimin, zbavitjen, kalorësimin që veç është zhvilluar në pjesë të Prapashticës edhe një pjesë periferianej. Ka shumë të mira që mund të zhvillojmë, por me kohë edhe përmes implementimit të këtij masterplani që e ka zhvilluar kabineti I Zotit Rama. Këtë kalorësinë që përmendën në Prapashticë, kasollat e zonave po quhet restorani, ja? Po, një kompleks shumë I mirë që e ka begatuar atë vend. E që duhet trokasim, absolutisht. A je aktive në rrjetet sociale dhe tash a mendon se laikat ta fitojnë votën apo qytetarët e dallojnë se kush flet para kamerave edhe kush çka punon? Jo, unë mendoj që puna më shumë t'je tregon rezultatin. Laikat nuk e di, unë nuk jam shumë e dhënë pas rrjeteve sociale, edhe pse I përdori për të komunikuar dhe të pasur një qasje direkte me qytetarët. A ka ndonjë gjë të padrejtë që është thënë për ty e në politikë, nëse është thënë çka keni dashur të përgjigjeni për këtë, po nuk e keni bën? Kur I kom hyrë për jetës politike, kam një koment prej nënësime, thoj ke që politikë janë 2 anë të medaljes. Një anë disa 50% mund mos më ju pëlqy sepse të shohin si rival në politikë, e një pjesë tjetër të pëlqejnë. Mirë po një akom lonë kohës, edhe çdo e thënë e pa drejt ose e pa vërtet ndaj meje, me kohë del edhe në paje e vërteta, dhe kështu po besoj që me kohë zbuluhet kush është edhe cili qëllim është I netës. Me që përmende nanën, edhe babën Mehmetin, një doktor shumë I nderuar, që ja ka dhënë krejt jetën këtij vendi, që jeton në Zvicër, doktor Sali Sefa, ka shkruar një shkrim shumë të bukur një ditë për prindërit tuaj dhe unë
I dua t'i dur trokas dy prindrit tuaj edhe doktor Salisefën bashkë me. Faleminderit. Në trokët ta vjetorin e ordinancës që kemë pas në ordinancës ilegale të Qeverisë së Republikës Kosovës në atë kohë, doktor Salisefa kishte sjellur disa kujtime shumë emocionale për prindrit e mi, Ju ka bën më përgjithse. Edhe pse them drejtën, më përgjithse për faktin që aty në prindve duhet më shku gjurmave tyne ata asaj njerëzores, patriotikës, atë që ta kanë dhënë në jetë. Po mundohemi të jem në ato gjurmë, edhe pse janë të vështira sepse këpucët e tyre kanë qenë shumë të mëdha, po besoj. Sa bukur, këpucët e tyre kanë qenë shumë të mëdha. Ajo ka pengull dhe njëherë që je pak tepër akademike për politikën, ato duket kështu? Apo spajtohesh se pastaj ata kolegët atje kush e di qa ju pëlqen apo? Apo mendoni që pikërisht kjo është arma jote më e fortë? Unë mendoj që kjo është pikërisht arma ime më e fortë sepse çdo vendim që e marr me dije, mbaz dijes, kulturës që më ka sjell zhvillimi akademik dhe jo më racional në vendimmarrje, por edhe besoj që ka marrë vendime drejta deri më sot, duke u bazuar profesionalizmin dhe akademizmin tim. Kush është fik Nete Bejta? Nete Bejta, kur mbyllet dera e zyres, me çfarë relaksohet, çfarë e gëzon? Po jam një familjare mirë, ditë gatuaj, të lexoj, më pëlqen me qenë e përkushtuar ndaj familjes. Kam një përmbesa, motra, vëllezër dhe jam me ata gjatë kohës së lirë, sot ka mundësi që mundem. Ditë gatuaj, me çfarë shquhesh se po të zanë shere me nga bone i flinë i ditë diku në prapashtit? Flinë kisha dosht me gatu sigur këta pjesa e deçanit, sepse kom po që ata e kanë ushqimin e plis, do me thonë e gatuin ma shpejt edhe më letë. Po se kështë e na gollokët jem pak ma vështirë. Një nga një. Si e manë energji gjatë një ditë të mbushur me student, me ligjerata, me fushata, me takime, a kine i ritual të fsheta në Po buzëqeshja studentëve, arriturat që i kemë, sidomos edhe kafja mëngjesit më mbush shumë energji. Kjo është një jetë shumë që më intereson edhe po besoj që është pjesa më e mirë e jetës time, që kjo pjesa me studentë, me buzëqeshjen e tyre, me të arritur atyre, kënaqem, çdo herë jam e lumtur për ta. Ti ke pas fatin e mirë se je ballafaqur në mësimdhënie me studentët. Në shkollë mesme s'ke dhënë mësim, ja? Një pjesë, po 5 vjet në gjimnaz në shkollë ekonomike, Univerzum ka qenë kolegji privat. Aty e kam filluar karrierën si mësimdhënëse dhe besoj që kam përfituar një njohuri shumë të madhe prej stafit të kolegjit Univerzum. Po nëse një fëmijë ju pyet se çka është politika, cila do të ishte, si do t'ja shpjegonit me fjalë të thjeshta? Unë e konsideroj edhe kjo do të ishte një shpjegim shumë i qartë për ta, që politika është veprimi për të mirën e përbashkët. Kjo besoj që është, të mendosh edhe të realizosh punë të mira për të përbashkëtën për komunitetin. Politika është veprimi për të mirën e përbashkët. Shumë bukur e thënë në slogan, ka shumë përmbajtje. Slogan i bukur, po me përmbajtje. Se njëherë sloganet i përdorim shpesh herë me godit, me zhu vëmendjen, me kthy vëmendjen e kështu, po shumë bukur e thënë. Unë kam dëshirë që politikajt, politikën, partit politike t'i quaj gjithmonë vlera kombëtare, absolutisht. Pavarësisht që shpesh herë bëhet diçka gjatë rrugtimit edhe oponenca sikur goxha me pa pardon i zhlyn këto vlera për mua është vlera fillestare për nga pastaj e qeverisim shtetin, vendin, jetën tonë, progresin e gjitha. Kam pas dëshirë të të ftoj me të suportu, sepse absolutisht e meriton, si profesore, si doktore, si ekonomiste, si femër shumë e zonja, edhe kënë fund të dhe si vendase jemi, se sune fshehin që jemi të prapashticës bashkë, prej fshatit më të bukur, ja kam thënë edhe Blerta Kadriut, se fol për fshatin më të bukur, kështu po për fund do të doja të pyesë edhe diçka, që të mos lodhi se ke shumë punë këtyre ditëve, po nëse të dielën me 12 tetor e fiton mandatin, kush do të jetë ai të cilin të parin do ta telefonoj?
Po besoj që nipin tim, ai është votues për herë të parë tash, edhe e ka marrë këgja me stres këtë garën time, pe vrej që po është shumë i kujdesshëm, po më rrin gati në agjendën, postimet, ai Është djali i Lulit? Po, djali i Lulit. E ka emrin? Erti është student i vitit parë për teknologji informative, e kom vrej që është shumë i ngarkuar me çka po ndodh me rezultatin edhe këtë. Grazie, Pasim, sono dei dottori in computer. Këtjete, ishte kënaqësi që të thamë. Faleminderit. Kisha dëshirë ata dëgjojnë prej gojës e një profesoreshe kushtimisht pak nga të gjitha në një moment kur veten tuaj po e vën në sprovë ke vën për shumë vite, po vazhdon ta vësh në sprovë, po krejt në të mirën e vendit. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit, është kënaqësi gjithmonë të jemi bashkë në një emision. Faleminderit shumë. E udhëheqim në të ardhmen bashkë një emision. Faleminderit. Faleminderit shumë.